madhërimet i takojnë Allahu Gjalla Gjallaluhu, krijuesit, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet, duat tona më të sinqerta, më të ngrohta, janë për më të mirin, më të zgjedhurin e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm, si dhe lutjet tona shkojnë për gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e Allahut dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër, Allahu Taala njeriun e krijoi si qenie të përsosur prej qenieve tjera, e krijoi si qenie të zgjedhur, më mirë të themi, prej qenieve tjera, dhe Allahu Taala e përzgjodhi nga gjitha krijesat e veta që të jetë bart si mesazhit hynor. Për ky njeri nuk është i përsosur. Edhe pse e dalloi Allahu Taala për gjitha krijesave të tjera dhe e përzgjodhi, jo e përsosi, po e përzgjodhi për krijesave të tjera, nuk është i përsosur dhe është i dobët dhe gabon. Prandaj tha Allahu Taala, khuliqa al-insanu dha'ifa, është kriju njeri i dobët. E kemi nefsin, epshin ton, i cili në nxit ka lakmi të përkohshme të kësaj bote. E kemi shejtanin si forcë tjetër e errët, e cila na nxit neve për me bë keq dhe për mos me dëgju krijuesin ton, Allah subhanahu wa taala. Dhe këto janë për faktorëve që neve na bëjnë që shpesh herë të gabojmë dhe të mëkatojmë karshi Allahut Taala. Dhe bëjmë gjunahe karshi krijuesit ton. Dhe e harrojmë shpesh herë Allahun Taala. Dhe këtë cilësinë e ka dhënë Allahu Taala. Cilësinë e mëkatimit, cilësinë e gabimit, na e ka kriju Allahu Taala. Dhe ka thënë Muhammed alayhis salatu wassalam, mos me qenë se ju gaboni, Allahu kishte me krijuë krijesat tjera të cilat do të gabonin, fastaghfirun, pastaj kërkojnë falje, Allahu ja u fal. Pastaj gabojnë, kërkojnë falje, Allahu ja u fal. Me qenë gabimtar është njerëzore. Se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata. Gjithë bita e Ademit, gjithë njerëzit gabojnë. Por më të mirët e njerëzve janë at-tawwabun, ata të cilët pendohen, ata të cilët bëjnë tauba. Gabimi në vetën e vet nuk është në mëkat. Gabimi në vetën e vet nuk është gjuna, mëkat. Por kryenetësia, mendjemadhësia, që mos me i kërku falje krijuesit Allahut Azza wa Jall, që ky është pasën e gjunaj. Këtë bën iblisi. Njëri mund me gabu. Dhe Allahu Taala na ka treguar në Kur'an, ajetin e Kur'anit, Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana, o Zot, mos na e shqipër të madhe nëse harrojmë apo gabojmë. Dhe sa Muhammed alayhis salam ka thënë, rufi'an ummati an-nisyan wal khata, është ngrit prej ummetit tim shkrimi i veprave që janë bë prej harresës apo prej gabimit. Allahu Taala na mëshiron se natyrën tonë është me gabu, se jemi të dobët. Khuliqa al-insanu dha'ifa, është kriju njeriu i dobët. Mirë, po problemi ynë është që ne me kryenetësi dojmë me i përngjasu iblisit mallkum. Edhe Ademi alayhis salam gaboi, edhe iblisi gaboi, shejtani. Mirë, po gabimi i Ademit alayhis salam ishte që e kërkoi pemën e ndalume dhe u shty prej epshit ti, ishte gabim epsharak. Dhe u shty prej epshit ti me shkel urdhresën e Allahut Taala, apo më mirë themi ndalesën e Allahut Taala, e Allahu Azza wa Jall e dëboj prej xhennetit. Por Ademi alayhis salam çfarë bani? Ademi alayhis salam kërkoi falje prej Zotit vet dhe Allahu Taala ja pranoi teuben dhe kërkoi prej tij dhe pasardhësve të tij që gjithmonë kur të gabojnë e kini Zotin, kthehuni Zotit tuaj
do ta gjeni inshallah më të mëshirshëm se sa nana që e mëshiron fëmijën e vet, sikur që ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dërsa Iblisi nuk kërkoi falje. Iblisi mallkum, lanatullahi alayhi, kur nuk i ra në sejdë Ademit alayhi salam pasi që urdhru për Allahu Taala, ai jo vetëm se nuk u pendu dhe nuk kërkoi falje për Allahu Taala, por e shtyni ndjenja e tij për m'ju hakmar Ademit, se e konsideronte si sebeb që ai u bë shkak që unë mu dëbu për mëshirës Allahu Taala. Kjo ndjen e shtyri atë që le që nuk kërkoj falje, por e shtyri atë që të vazhdoje më tepër me shejtanllëket e veta, dhe i tha Allahut mjep yme derisa të ka njerëz në fytyrë tokës që të jem edhe unë prezent bashkë me bijtë e Ademit alayhis salam. Dhe Allah na tregoi dhe na tha, armikun e juit përbetuam e kini, edhe armikun Allahut ajo është Iblisi mallkum, shejtani. Për kundër asaj që Allahu na e ka tërheq vërejtën se e kemi një shejtan armik i babës dhe i nanës tanë, armik i cili na dëboj prej xhennetit, lloj njerëzor, nuk është i dynjas, ne jemi ardhacak në dynja, ne jemi me preardhët e kësaj bote, por jemi të ardhur, jemi në këtë botë të punës. Nuk është planeti ynë, është planet në cilën jetojmë punojmë, por synimi i joni është aty ku e kem pas Ademin alayhis salam, xhenneti. Dhe Allah inshallah na e lehtëson rrugën për në xhennet ya Rabbi. Dhe këto gabime që i bëjmë neve, Allahu Taala na ka mëshiru më tepër se sa nona që mëshiron fëmijën e vet, dhe na i ka pranuar kërkim faljet tonë. Kur gabon dhe kërkon falje të Zotit yt, Allahu Taala ta pranon. Përkundrazi të nxit eja robi im, pendohu, kthehu, unë ty do t'i fali. Sikur që ja fale babës tënd, nënës tëndet par, Ademit dhe Havës alayhimas salam, unë edhe ty do t'i fali. Mos thuj e kom gjunahin shumë të madh. Për shembull, më ka bova kina herë e kom thirr dikon, ka qenë një gërbeqi. Hec në xhami vëlla, në herë në xhumë me fale, hajde në herë shkile derën e xhamisë. Ai për shkak gjunahave të veta, që vetë Zoti e din dhe ai e din gjunahet e veta, më tha, hoq, unë s'kam fytyrë me hi në xhami, se dinë në çka kom bë. Dhe sa Allahu Taala ju drejtohet robërve të tillë dhe ju thot, la taqnatu min rahmatillah, mos humbni shpresën mëshirë të Allahu Taala. Ajetin tjetër, inna Allaha kana bikum rahima, Allahu ndaj juve është i mëshirshëm. E kishte pa Muhamedi alayhi salatu wassalam një ditë një nan, e cila e kishte humbë fëmijën e saj dhe me frikë kërkonte mos i ka ndodhur diçka djathtë lyp në të majt, dhe sfundit kur e gjen e merr dhe e përqafon, e shtrëngon fuqishëm gjoksin e saj, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a mendoni se që kjo nan kishte me gjujt fëmijën e vet në zjarm? Tha se si ja Rasulullah, ç'është më nana normale me gjujt fëmijën në zjarm? E tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, këtë mëshirë kësaj nane që po e shihni, Zoti juaj ndaj juve është më i mëshirshëm se sa mëshira e kësaj nane. Allahu s'ka qef juve musliman më ju qit në xhenem. Dhe vazhdimisht ju thret në tauben, pendim, dhe thot ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besu, pendohuni, kthehuni Zotit tuaj me pendim të sinqert. Për një me kthehuni Zotit tuaj. Ibn Qayyim al-Jauzi në librin e tij Madarijus Salikin tregon një tregim të njënit prej gjeneratave të para të selefus salih, i cili thot, e kom pa thot një ditë me një rrugic, një nan, e cila i bërtet fëmijës vet dhe fëmija tu ik del jashtë dhe nona jam shelder. Që shbëjnë, edhe të ne bëjnë kështu në nonat, nget mi më shu fëmijës aj ik edhe kjo jam shelder. Dhe thot, fëmiju kur dul jashtë, iki një herë. Kur dul jashtë, filloj me këshyrë në djatë, filloj me këshyrë në të majte, këshyrë për para, këshyrë spinje njerëzit, i vogël, spinje rrugt, edhe mbet në shpi, nga të shpis met, se s'pëti ku me shku i ngrati. Këshyrë në djatë, këshyrë në të shmajt, këshyrë atë njëri, këshyrë këtë njëri, kërkon të spenje,
Edhe pse e kishte frikën me u fut, ju afru derës së shtëpisë, e vendosi fytyrën në pragun e shtëpisë dhe e ka zënë gjumi. Fëmijë i vogël, ka bën një gabim, nona ka dashur me rre edhe fëmia ka ik. Dhe nona pas një kohë, si non, del para derës, dhe kur e sheh fëmin e saj para derës, e merë dhe e përqafon fëmin e saj. Ashtë non. Pa më parasysh sa ka qenë hidhrimi i saj, në momentet kur ka bo ai një shërë, me gjithat nona është non. Dhe i thot, bebir, pse po më shtin me veprut kundër të në asaj që jem të njim, ndaj te, ndaj mshires që e ka. Po ku ki strehim jashtë kësaj shpije, o bir? Po pse po të regohësh i pa dëgjushëm e po më detyron me veprun të kundër të në asaj që e kom në zemër ndaj teje, e merë, e përqafon dhe e shtin në brendësin e shpis. Dhe i djetari thot, e pash edhe pse shembët i takojnë Allahu Teala dhe s'krasot kur gjo me mshirën Allahu Teala, kur e pash thot këtë mu kujtu mshira Allahut. Ne po ikim prej Zotit. Nërsa Allah po në thirë me ik drejt Zotit. Subhanallah. Të gjithë njerëzit lazën, kur i tutën një shtaze, një njeriut, ike prej ti. E Allah po në shtin mi u tutë Allah dhe me ik drejt ti. Firru ila Allah, thot ikni drejt Allah Teala. Se kur kush strehon ma mirë se Zoti i gjithësisë dhe krijuesi yt. As një nuk ka me të marë ma mirë se sa Zoti yt. Krijuesi yt, furnizuesi yt, kreti ki për Allah Teala. Ku don me shku? Ti që po bën zina, ku don me shku? Prej dijes Allahut dhe shiqimit Allahut Teala. Kur e kishin pyet një dietar dhe i kishin thënë, më trego çish mos me bë gjuna. I kishtë thënë Ibrahim ibn Adham, kishtë thënë, kur dënë me bo gjuna, shko me një vend ku s'she Zoti. Me kishtë thënë, ku mu me shku ku s'she Zoti, Zoti shë ka mos. A një kishtë thënë, shko me një tokë, ku nuk është toka e Zotit. Mos e bën banën pranën e ti. Ku ko me shku, ka thënë, edhe naltë edhe poshtë edhe për fundi krete Allahit është. A një ka thënë, kur të bën gjuna, mos e shfrytëzor riskun e ti. Mos ha për risku ti, ka thot, po qka ko me hongë, kreto e tia. E i thot, pas po të vjen turpa, në tokë të Zotit, po shehesh me risk të Zotit, dhe Allah i pe di që po të sheh para syve të Zotit, dhe ti po bon zina, ti po pin rakia, ti po prek kamata, ti po vjet, ti po rren, ti po mashtren, as ki marë Allah. Yani, as ka njëri marë para Allah, as kanë këto motrat tona, këto femnat tona marë para Zotit, mas pari, i cili Zot nuk po i pranën cullak dhe të zhveshuna as në varë, nuk po i pranën të zhveshura as namaz, kur po duhet me shku me kontaktu me Allahu namazin e saj, Allahu pe kërkon për saj, për femnës me qenë embolume. Edhe krit, deri në shuplaka durve, edhe flokt, vetëm fytyra me qenë jashtë, i tërë trupi me qenë imbulu. S'po të pranon Allah i pa uniform, kur po dënë me komuniku me Allahun Teala. E kjo është urdhëres e Zotit, e Allahut Teala. E si nuk ka turp, qika juj, musliman, gruja juj dhe ju, si nuk kini turp milion ato që Allah ja u kalon e manet. Muslimoni ma i mirë të neja, dhe që është muslimoni ma i mirë? Jo hoqë se pengoj, kur doje mund me hinë havale, që kjo ma i mirë, bravo, po do të mjarë reshpinën, halal të koftë, qërë. Në kena plët milorada qërë që i ndalajnë, dhe që kjo për në delë ma i mirë. Që shmështi me thonë, unë e se ndalaj, të me po me thonë, unë e ndalaj, të Allah i në rujt delë edhe në kufër, se po e ndalon një urdhëres të Allahut Teala. Ama ti si burë, du të me urnu gruë, edhe me i thonë gruës, ja ju halledhina amenu, ku anfusakum wa ahlikum nara, ju që keni besu, rune vetën dhe gratë e juja, familjet e juja, fmit e juj, për zjanë me gjehnemit. E ki urdhën të Allah, ti e përgjes për to, dhe ti duhet me i rujt ato. Ti duhet mu kujdes për grunë tënde, për fmin tëndë. Ti duhet me omësu aty në dinin.
Ti duhet mos me oblej ato brek. Çka kjo punë me brek po dalin sokak, subhanallah. Çka kjo paftyrsi e këtyre femnave? Çka është kjo paftyrsi e nanave dhe babave të këtyre femnave? Çka është kjo paftyrsi e shoqërisë tonë si tërësi? Prandaj meriton çdo lavdat gjykata e Prizrenit, e cila ka bë një punë shumë të mirë këtë ditë, e ka ndalu më u fut me miniqa dhe me brek në ndërtesën e gjykatës së Prizrenit. Alhamdulillah. Është e para në Kosovë që ka pru urdhresën, cullaket edhe për jashtë. Për jashtë. Të parët, inshallah bin ligje edhe u kufizojmë tyne që përsilën që qështëne, subhanallah, lopa është, dele e ka një bisht, jam lënë avretet e sa. Që kam ju thonë tyne që janë këtë pa bisht, edhe i kanë qitë kreta sendet në mejdan. E pas të ne presim shirim të Allahu Teala, presim shije, presim riske, presim ditë më të mira. Nuk ka mundësi të jemi më mirë në tokë kur jemi prish me atë që është në qiell me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj urdhri i Zotit tënd është që ti kthehesh Zotit tënd. Dhe thirrja është kthehu Zotit tënd, o musliman dhe muslimane. Kthehu. Kthehu te krijuesi yt, te furnizuesi yt. Se ka dërguar shpallje dhe pejgamber për ty. Ta ka treguar rrugën se si ti kimë shku drejt ti në xhennet. Çish don me pa Allahu Teala. S'ki mundsin këtë botë me pa, por në atë botë do ta sheh, po për me pa Allahun duhet me meritu. Jo çdo njani mundet me pa Zotin e vet apo me dëgju Zotin e tij në ditë të gjykimit. Dhe ti duhet me punu për me shku dhe me u taku me Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Prandaj, nëse njëri pyet, e për shka unë e mu pendu, unë e kom marrë, e keni pa haram gjit, unë e kom marrë në këtë botë me hangër me pi, mu knaq, jeta e shkurt vlla, graj, kur të lyp femna, shime zjarmin, bëne, kthej, bla bla bla, të si laf. Unë nëse pendu, unë nëse i lejt këqia, qka fitoj vlla unë? Qka fitimi jem, si musliman, si rob i Zotit, qka është fitimi? Fitimi është në një vlla nëse bën tauba. Nëse ti pendohesh sinqerisht te Zoti yt. Ty Allahu Teala ka me të dhënë shpëtim në këtë edhe në botën tjetër. Se thot Allahu Teala në surën An-Nur, pendoheni të gjithë te Allahu o besimtar në mënyrë që të gjeni shpëtim. S'ka mundësi mi shku ti Zotit i përlyt. Allahi në përmjet me laqeve, mas 120 ditve, e zbret shpirtin prej qilit vjen dhe vendos në trupin e fëmijut në barkun e nanës. Dhe është me preardhe qellore shpirti, nuk është materie. Dhe vendos Allahu Teala në trupin tënd, që thënë nanat e nita gjallë, po ma më shën shkelm. Është momenti kur i ka një shpirti në barkun e fëmijut e saj. Dhe Allahu Teala kur i qenë me laqet me nxjerr këtë shpirt, se shpirti rrin trup të andin, deri në vdekje. Momentin e vdekjes vin me laqet e nxjerrin shpirtin, si der shpirti rrëzohet trupi. Imam Shafiz, kur i kanë parashtru pyetje dhe i kanë thonë, kush e man kënd, a e ma trupi shpirtin apo shpirti trupin, ka thonë e ma shpirti trupin, i thanë ku pe din, kur Allah i ka thonë jes elune ka një ruh, të pyesin ty për shpirtin, thuj, çështja dhe dia e saj takon Zotit tim. Ti ku pe din që shpirti e man? Ka thonë nuk kom dije po po shoh. Ka thonë kur po vritet njëri se kur po vdes njëri, si po i del shpirti pi rrëzohet trupi, që aty pe marr vesh i shpirti e ka majt trupi. Me po kemi shumë njerëz të cilëve ju ka vdek shpirti, po s'ka dal. Ata janë sikur lisat. Lisat vdesit tu qenë kop, a i do këtë që lis, po ka vdek, gjethën nuk qetë. O, Diego o tha, po diçka tjetër. Dhe kemi shumë për njerëzve të ne, të cilëve ju ka vdek zemra dhe shpirti, i shet që jenë gjallë në kom, po nuk jenë gjallë në zemra dhe shpirtrat e tyne. Andaj ki ftesën për Allahu Teala,
E për më tepër që jemi në muajin e bekuar të Allahu Teala, muajin e Ramazanit. Por jo vetëm për Ramazan, por ja që hutbën jam të mbajt në Ramazan, në muajin në cilin janë mbyll shejtan dhe janë hap dyert e xhenetit, janë mbyll dyert e xhenemit. Në simbolike Allahu Teala po të thot, ja baghil khairi aqbil, o ti kërkuesi i hajrit, hec te Zoti. E atë Allahu Teala. Pse? Se po të thot, ki me qenë i shpëtu. E ki rastin e mirë, ti që s'ke falë namaz, me fillu prej sotit falën e namazit. Se Allah i ka me të pyet o vëlla. Puna e parë që ki mu pyet në ditë gjykimit është namazi. Allah i ka me të pyet për namazit. Kam ju thonë me laqeve qërnja namazet, logaritnja, prej ditës që ka hy në bëdyk, moshën madhore. Këqërne, sa namazet ka? Sa ka falë dhe sa nuk ka falë prej namazet. Dhe kanë me t'i logaritë, subhanallah, pra asaj ditë. Edhe sabahat, drejka, dhe qinijet, akshamet dhe jatësijat. Një nga një. Edhe gjumat, edhe bajramet. Të gjitha namazet kime u pyet. Pastaj Allah i ka me pyet, kam ju thonë me laqeve tash këshur një zeqatin. Agjerimin, haqin, inna Allah e seriul hisab, Allah i shpejt logarit. Se me nisna me janis me logarit, ka dar digitronin a kompetirin, sa i pote t'i vjetë, që kaq, aj prit, që kaq. E të Rabbel Alemini shkon me një herë, sa qelem shetë syt, jo, po jes zakonisht ko që s'krasot me kohën tonë. Të gjitha krijesave, me miliarda krijesa, me miliarda hajvana, me miliarda gjinë dhe shejtana, që të gjithë do të merren pyetje. Yawma yaqumul hisab, dita kur do t'i jepet llogaria. Kem hesap me dhon, dhe ti ki me dhon hesap o vlla. Ai veç mendimi që ko me dhon hesap para dikujt do të me të shti me mendu shumë më seriozisht gjendjen në të cilën je. Çka kimi thon Allahu Teala kur të pyet Zoti yt për namazin, pse rob s'ke fal namaz? Pse bën robi jam unë të thërsha me mëzin, hayal as-salah, hayal al-falah, eja namaz, eja shpëtim. Ti pse neglizhoje thirrjen time? Tash ku me të shtin xhenetun e ty? Ti s'ke dasht me anë xhenetin tim që kom pas në dynja për ty, në shtëpitë time. Ti s'ke dasht më kon mysafir i Allah në shtëpitë Zotit në dynja. Qysh Allah me të marr me të bë mysafir të vetin në ahiret në dynja? Ti s'ke dasht me fol me Zotin tën, me fjalën e Zotit tën, me Kur'an këtë dynja namaz. Qysh po don me fol në dynja Allah me ty ose ti me ta? Qysh e vlla? Motra e cila nuk ka dasht me mbulu avretet e saj dhe se përgjigj thirrjes Allahit. Qysh Allah me mbulu avretet e saj dhe me shtin xhenetet e veta në ditë gjykimit. Ti s'deshte kur gjë me dhon për Allah. Ti zeqati se dha. Unë ti dhash 97 gjys tash maj për veti, 2 gjys jepja fukaras. Njën vjet. Ti se dha robi jam. Qysh unë ty me të dhon xhenet? Qysh? Ti nuk abstenove prej ushqimit dhe pijes. Kur të thash 11 muaj have pi, prej halallave çka të dush, 1 muaj, vetëm ditën, absteno prej ushqimit, pijes dhe grave t'juja, ti s'mgove robi jam. Çka bën ti për mua, që unë ty me të shti dhe me të ushqyn xhenet? As të pyet Allah kështu. Ti nuk ju përgjigje thirrjes Zotit tënd kur thira në haxh një herë në jetë, hajde të thash në Mekë, në Arafat, hec të ti fali gjunahat, që kur të vish të unë t'jesh i let në barën e mkateve tua. Ti refuzove, edhe pse i pate kushtet, të pa të dhon shnetën, ti pa të dhon parët, të pa të dhon fuqin, të pa të dhon kohën, mundësin. Pse nuk erdhe robim kur të thira? Çdo vjet kom thirr. Çdo vjet ka thirr Allahu Teala. Pse nuk erdhe? Çfarë gjavab kimi i dhon? Qysh me të dhon ujt ke utherit o robi jam, qysh me të dhon mjall xhenetit, qysh me të dhon tomël xhenetit kur ti ke pi raki, barkun e ke pas me raki dhe ke arte une. Qysh me të dhon unë ujt xhenetit ty? Ti nuk deshte ujt zemzemit kur të thira në Mekë. Qysh me të dhon? Qysh me të shtin xhenet në cilën s'ka haset zili dhe s'ka rran, kur ti ton kohën rajshe, mashtrojshe, tradhtojshe dhe kishe zili, vllaznit e tu. Qysh unë me ta me të shti përsëri në xhenet, kur ti ata si doje në dynja. Ti si doje namazdit, ti si doje vajzat me shamia. Ti kishe shoshnin rakigji, zinaqar, kamatagji, qysh ty me të marrë me të shti bashkë me këta të miret
në xhennet. As të pyet Allah i kështu vëlla. Prandaj tubu ila Allah. Pendohuni dhe kthehuni Zotit tuaj. Taubatan nasuha, pendim të sinqert. Kthehu Allahut. Shumë lehtë e ki kthimin. Njëri i kthehet Zotit vet, sikur fëmia që kthehet në shtëpitë vet i penduam ndaj prindërve të vet dhe i thotë astaghfirullah wa atubu ilejk, kërkoj falje o Zot dhe po kthehem sinqerisht, do të foli për kushtet, çka do të më bë që me qenë tobja e pranuar. Sinqerisht, me zemër i përkulur para Allahu Teala, Allahu ty automatikisht ka me t'i fshim katët që i ke bë. Allahu t'i fshim në katët, sikur tash do të shohim më jetë të Kur'anit. Nëse bën tëubë, ta din se Allahu të ka dashur. Prej shejave të dashnisë Allahu ndaj robët vet është kur jam mundson me bë tëubë dhe më u largu prej haramit. Nëse sot bën tëubë në këtë moment dhe i thunë s'kom ju kthy të keqes, ta din se Allahu po don dhe po don me të marra për vetit. Po don me të pastru prej barës mëkateve dhe po don me të bë në kojshi me Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët e tjerë dhe sahabët dhe muslimanët e tjerë të mirë. Nëse i largohesh të këqijave, ta din se je dashamir i Allahut Taala. Se thot Allahu Taala, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që bëjnë tauba dhe Allahu i don të pastërtit. I pastër në shpirt, i pastër në trup. Allah në namaz po kërkon prej neve që t'jemi me gusëll, t'jemi me abdes, po na lyp me pastru trupin. Po Allahu a nuk lyp ti me pastru shpirtin para se ma arë namaz. Se është vend i pastrimit. Para se ma arë për pastron trupin, masi po futesh, Allahu po ta pastron edhe shpirtin duke t'i falë mëkatet e tua. Dhe ti nëse qëndron larg shtëpisë Zotit, nuk ke fitu kur farë dhurat për i Zotit tonë, dhe dhurata e Zotit në shtëpitë vetë është falja mëkateve. Dhe musliman që vinë në shtëpitë Zotit e kanë këtë mirësi që vazhdimisht dalen të pastruam prej gjunaheve prej shtëpisë Allahu Taala. Dhe ti e ke këtë mundësi që me tregu se je dashamir i Allahut Taala. Ajeti është në surët Bakara, ajeti 222. Po ashtu, nëse bën tëube e jote ka me qenë qelës për xhenetin tënd. Pendimi yt. Po kanë qenë sahabët shumë ma ketë se ti. Shokët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë shumë të ashpër ndaj muslimanëve, ndaj Kur'anit dhe ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Por pastaj kur e kuptonin barën dhe peshën e gabimit që e kanë bë, pendoheshin sinqerisht Allahu dhe Allahu ja pranonte tëubën e tyre dhe pejgamberi alayhis salam dhe ngriteshin në shkallët më të lartë, sikur shembulli i Omerit radhiyallahu anhu. Omeri radhiyallahu anhu ka qenë burr jashtëzakonisht i madh, saqë kur hypte për mi mushk ose për mi gomar, qofshin nderuam, kujtonin njerëzit se është tu hec në kom, dhe kom të zhak i shkoni, so koni madh. Kur hecte para drejtarës shtëpisë, kujtoje që është në kali i hypëm për shkak trupit të madh. Dhe njerëzit i friksoheshin, muslimanët i friksoheshin, se një goditje me shoplak me ta mshu, kalin e rëzojke për tokë le manjerin. Dhe kanë thonë, sahabët menonim se gomari e pranon islamin e Omeri jo, Allah e ndroj zemrën e Omerit, bani tëube, dhe i fuqishëm u bo shumë i but. Sa që kishte rast, nëse gruaja tërhiqte e vrejtën për një meselje, sikur që ishte çështja e mehrit, thoshte Omeri, gruaja e ka mirë, Omeri ka gabu. Qaj Omeri fuqishëm? Kur ju për ullë zemra, kashi Allahut, i për ulej edhe krenaria kashi urnave dhe ndalesave të Allahut Taala. Nëse ti si për ulej Zotit o vëlla, s'ka mundësi Allah ty me të qu edhe me të bë lider, sikur që janë muslimanët e sotit të nënçmu. Nënçmimi ynë është vetëm për Allah. Dhe kjo nuk është nënçmim, kjo është krenari e jana se po i lutemi krijuesit të gjithësisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj tha Allahu Taala, e pas të mirëve erdhën pasardhës të këqij që e lanë namazin e u dhan pas knatësive trupore e më vonë do të hidhen çdo të keqe, ghayya në xhenem. Mas burrave të mirë
Kanë ardhur gjeneratat këqija, gjeneratat e komunistave, gjeneratat e babave dhe nanave tona që po na luftojnë namazin e mjekrën e shamin në për shtëpia. Që ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam për shejeve të kiametit është kur do ta mësojnë dinin të vjetrit prej të vegjëlve të tyre. Sot shej kiametit subhanallah. Djali po duhet me hin namaz me shti babën. Çika po duhet me hin shami me shti nanën. Djali po duhet me shumë mjekër me shti babën. Baba vetë, "Na, ti më shumë mjekër mua." Ja, se bëj. Trollon baba. Nëse baba me mësu djali shkon edhe shkon e mëson baba. A s'ka ma turpa. Gjeneratat kilafta. Gjenerat e cila veç Allahin e imshiroft, e cila s'ka bo as gjë, as fetarisht, as komtarisht për vendin e vetë. Edhe hala i penges. Hala i rrehin qikat për shkak shamis. Si ajo vajza, pse po fal namaz një qik, të ne në Kosovë, pse po fal namaz një qik, prind po e marrin qikën, po e rrejnë, po e kontrollojnë, asë një namaz zguxon me fal. Natën, s'pëdina qohet në sabah, peshtin në mes, nana dhe baba në mes për majnë qikën, mos po qohet sabah në me fal. Shejtana bre? Shejtan është, që ky prind është shejtan. Edhe hizbën me të dhimt, prindi sikur ky. Ose djalit thret në telefon edhe të thot, në zorjan për babas, në park po dalë po falë namaz. Se baba po mrejt, ja 17 vjetë, subhanallah. Ose 3 motra i kam pa në Suedi, të Kosovës, një qytetit Kosovës. Njëna për ty ne e kam pa, nana dhe baba të i rrej edhe të i ndalu shamin edhe namazin. Namaz nuk pelon, le shamin. Namaz nuk pelon shpit vetë. Për shka shkut në gërbet? Për pare dynjasa, për mu asimilua, për me të ardhë marra që e muslimana. Kam musliman të cilët më tregojnë kër jem këthyën në din, në vike marra, kur thëshin je shqiptar, po u marrëshim inshallah spyt për din, se për du të mi thonë që jem musliman, për e fez vetë marrohen këta. Një njeri që i marrohet identitetit vetë, komtar dhe fetar, ky njeri është pleh, bërlog është. Bërlog. Edhe munohet me e fshej identitetin e vetë. Një mos të marrin vesh. Folën gjuhën e tyne, vishet si ata, sillet si ata, dhe turprohet mu sjell si musliman, dhe tutet se fëmija pi bëhet musliman. Ja, qa kena hek me e kshamina me titën e me boracat e Serbis qa qakit e. Na, lufta ku dhe shamis, ta është djali dhe qika po më himë në shamin. Qështu mu një punëtori i televizionit vjetë në verën e kalu me mërë me një qikë të vetën, qika për do me hinë shami, ka ardhë frajeri me mbind mu që mi thonë qikës mës me hinë shami, që e komunisti. Ka ma abet, me bo ma abet me mu së nësën. A din thot ti nasa kena hek, mi hek ato shetë pra pambetoris, gjithash mu me mi, qika jeme me mi mu në shami. A po thamë këte generatat e bërlogët janë, bërlog janë. Dhe alhamdulillah që kemi 33 shumë matë mire se babalar dhe nonat e tyne. Pa pardon jem të e thonë. Pa pardon. Se gjenerata e nonat dhe babave tona ka qenë gjenerat që i ka tratu baba dhe nonat e veta. Se ata si janë konë pa namaz, ata si janë konë pa shami, ata si janë konë me raki, ata si janë konë shok të shkijeve. Këta në kodë fabrikave të komunizmit, këta hatri shkijeve janë përla me nonë me babë. Druzhe, ku je druzhe? Milorade, pse zvishtin ndarësëm teme. Si të regon një akraba jemi, thot komponun për lang. Edhe kem shku, thot me tonet e një kolegi yni ndarësëm, i thot shkavi ati, për du me pa një darësëm shqiptare, edhe shkon ndarësëm të shqiptarit, këtë komunizmit. Dhe kur shkon atjene, të kësy bashke, të pi bashke, të hongare, të pije, e me muzika, me sende, dhe kur dolem tha i thash qyshe të do këdarës ma shqiptare, tha unë s'pash darës ma shqiptare, kjo kesi e jona, e shkijeve kjo. Unë e pata që me pa që shqiptare të bëjnë, se për që qështu në me kësy kret bashk, gara, si shotat, na i kena. Haset me kalu në për restorane, kret gate vdeshta, si arusha të knu, me një vakt arushën e shkishin me knu, me kësy, kretat deshta të solak të kësy. Hajtë veç kalu në për restorane, kreta e nere, kalle të kësy, subhanallah. Burnia, a për qënë e ka hajra.
Këta nuk ka haj për këtyne. Këta që lipin kalle, këta veç i kalle Allah në të dynja. Se marak ma zjarmit. Na shyme, këta kalle. Allah në fladit, ja Rabbi. Allah në largoft për këtyne gjahirave. Nëse bën të ube, ka me të zbrit bereqeti Allahut Ta'ala. Se Nuhi a.s. I thështë të popullit vet, o populli im, kërkoni falje për Zotit tuaj dhe kthehuni atij, se ai ja ushon shiun me bollëk dhe fuqisë tuaj i shton fuqi, e mos refuzoni të bëheni mëkatar. Mos ka bëni më bëm mëkatar. Nëse bëni tobe, i ka thonë, Allah ju çon shi me bollëk. Se gjinohet, nëse largoni për mëkateve, Allah ju lëshon shi. Nëse bëni gjunahe, Allah ja undal shiun. Dhe ka thë pejgamberi se kur ta nalni zeqatin, Allah ja undal ujin. Dhe mos me qenë shirimin ndaj kafshëve dhe insekteve, kur s'kishte me ulshu ujin. Subhanallah. Nëse të bjerë shi në i dit, ta din se dhe një bubrec ka bo dua, edhe një lopa kali ka bo dua, o Zot, për këta budal mos na dëno dhe neve. Qa ka fa i ngratë? Për gjunahët tona dhaj po duhet me hek. A ke pa më hajvan se na që shi djegim fushat, subhanallah, sa insekti është atyne. Inxhinierët e bujqësis të ju thonë mos i digjni fushat, se e prish një strukturën e tokës, pa kur far rahmeti shkeni djegin fushat. As tutesh pra Allah që ka plot insekte atyja. As të pyzën ditë kiametit, o Zot, pëse na do që ky budalla? Digja dhe tjetë. Përshka i djek fushat? Sot të pas njerës që të kallëzojnë se zbahet kjo punë. Pse ti e djek fushat? Kur të jemi gjahil popull dhe kalon në për rrugë, shkoj ka mos në për shtetet e Evropës, hala nuk kom po fush të u djek. Ertë pletë kom një plot, po fush të u djek nuk kom po. Të veç është të populli i djegë. Marak bez jarmë me pona. Marak. Takak. Benja. Digje. Mos gjetë që me gjetë kështu e djegim kështu në cigare e pi. Për shka më vllazën që ka zullum neve bëjmë. Pra ndaj Allah na e nal shiu. Nësa Nuhi a.s. tha nëse pendohoni, Allah i ka mirë që shi. E pastaj tha, përveç kësaj, Allahu Ta'ala tha kam ju shtu fuqis ju i fuqi tje për Allah Ta'ala. Kur bën të obe, kur je mi me Zotin, si je i dobet, je i fuqishëm, edhe smujet t'i largon, edhe fuqit t'a shton, e jo i plëksht. Pi cigare ma se, po kolli Allah, se di si jam mirë, po koll, se u mytë të thot doktorat, mos pe raki, vëllaj, kom lanë, o gjë raki, kush tha doktorim, ka thonë se më ka shku veshkët nga shku. Po doktorit ka thonë ty se ti për Allah kur se kështë lanë. Dhe sa ka thonë ta shton fuqi mbi fuqi të ubeja. Tjep ku vetë, si kur që ju dha sahabëve të pejgamberit a.s. Kur u këthyn të Allahu Ta'ala, Allah ju dha fuqi dhe i shkatrun perandorin, persiane dhe perandorin bizantine. Ishin të dëbët, si ishin perandorit interesume me shku hiq në tokë tyne. Këta shkun dhe i qtirun tokat dhe banën që e zoni mu thirë në tokat të cilat ishin pushtume prej bizantinëve dhe prej persianëve mushrik. Andaj, të ubeja të ashton bereqetin. Të ubeja të i fshirë kretë gjunohët vlasën. Kretë, qka ke pas, nëse ti bën të ube, sinqerisht, kretë ati falë Allah Ta'ala. Ska gjunat që s'falet. Veç aji i vullnet që më ju këthy Allah Ta'ala dhe me kërku mëshirimin Allah. Thotë Allah Ta'ala, ju që keni besu pendoni të Allah me një pendim të sinqert, në mënyrë që Zotë ju t'i largoj për ju shtkëqijat dhe t'ju shtien gjennetën në cilat rrjedhin lumejt, surë të Tahrim ajeti 8. Në mënyrë që t'ju shpije në gjennet. Subhanallah, Allah jo petë për do me të qunë gjennet. Edhe për të thëtë, o musliman, o besimtar, tubu ila Allah, pendoni të Allah Ta'ala, se pa të u besu një shtin gjennet, se është dita e drejtësisë absolute. Allah i s'do me t'hin hak ty si namazdi 5 vakët, edhe një i laperi sokake që s'ka falë kur namaz, edhe të dyve kojshimi ju bon gjennet. E aty në pjo thët, pendohoni që t'ju shtibren gjennet edhe juve. A gjenneti i vetë është,
Po s'po do m'ju bo xhenetlive pa drejtësi, m'ja u pru haram gjit, zinaçar. Keni bo zina në këtë dynja, për ju s'ka hyri në atë dynja, shkoni për zhitënin ato. Keni shku në plazhe, në Ramazan e jashtë Ramazani, jeni desh, për ju s'ka flat. E keni pas marak ju djegen, shkoni digjeni halanene. S'keni respektu ligjë Zotit. Është drejtësia absolute në ditë gjykimit që Allahu Teala nuk ju hyn hak robërve dvetë. Unë për më pendu, mas pari, qka do të me bo vladë? Në një përmiso një jetin tëndë. Bone një jetin për një mes e je interesu më pendu. Ti i thu njërit gabove që të në mëse bënë edhe një herë, u bohu, qajtë e lash. Ama jo, më stuj hoqës, po bënë të ube të Allah, ani Allah ma falë të hoqë. Qëka nuk këtë ube? Se ti be bënë hatri hoqës, hatri babas, hatri burrit, hatri grus, hatri ati, hatri këti. Të ube është një jetin me pas për jetë Allah të anë. Dhe kur zemra jote vërtet sinqerisht lidhet me Zotin tënd, Allahu Teala inshallah ta mundson ty me bë tëubë. Po ashtu ballafaqohu me të kaluamën tënde. Kur do të bë tëubë, ballafaqohu me të kaluamën tënde dhe friksoje vetin tënd. Vetin është mirë njëri vetin me friksu. Sikur që e friksoj ke njëri vetin përpara, a me shku që te ka që ky kufini, atë që ky kufini. Jo që ky kufini ka shumë shkije për mirë shqipe, a që ka që ky kufini. Njëri e frikson vetin, e frikson. Mos me qenë friksimi, para prak, që ja bën vetit njeri ju, s'kishte me kalu as një provim. Dhe po kur e frikson vetin me provim, ka darë se tërtë koha provimit, shtrëngohu pak, mëso, hyn, ato këto, njëri pregaditet për provim. Edhe ti, kur të synon me bo tëube, atëherës pa tjetër e ki, me u ballafaqu me të kaluamën tënde dhe me e friksu shpirtin tënd, me i thonë, o shpirt, po ku po dën me shku ti me gjithë të këqia? Po a i din që mas këti dyshekit ku jetoj bo zina, e ki dyshek dhejun e vorrit. A di që ki me hinë vorë? Ku po dën me shku? A i din që mas kësaj rakis, që jetoj e pi, Allah i ka me dhanë ujt val në ditë gjykimit për xhenemlit në xhenem. A i din? A i din nëse i kon i martum dhe ke bo zina, që Allahu Teala ka me dhanë me hangër misht kalpt në ditë kiametit. A i din? A i din femna zinaqare që kanë mi vjerë në ditë mahsherit për gjinët e tyne? A i din? Letë kujtohën këto mesele. A i din njëri që sjep zeqat se ka me i dalë gjarpni i madhë dhe me e sulmu në ditë mahsherit? Nësi i të regon vetit këtë sendë vlasë, se ti një ditë ki me dalë, o shpirt, ti një ditë ki me dalë, ka shi Zotit tëndë. Po këshuri pleqë për rreth, që ka ju metë atyne? A kanë mo takat me bozina? A kanë mo fuqi me vjerë, me mashtru, me bo punët i këqi? A kanë mo? Se kanë. E po ti sot, Allah të ka falë të fuqishëm, ti sot pse për e ke që përdor këtë dhuntit Allah Teala, kur nese ki më bon si kur këj plaku i shpis tënde apo i rrugës, ka me të hup kretë, a i vullnet. E pas asaj kime dhonë përgjithësi. Qa kemi thonë Allah? Qa kime i thonë Allah Teala? Pandaj, përmiso njetin, pas tane të regoj shpirtit tënd se shok në varë nuk do t'i ketë shok të rakiz dhe zinas, po do të shoqërohet me krymba dhe gjarprin, të cilët kanë me qenë shok ytë në varë dhe kanë me të hangër trupin tënd. E ti pas tane këqyre dhe vazhdo me këto sprova të dynjas. Kur dënë me bo të ube, largoju shoqnis të keqë, e cila ty po t'imëson këto punë të këqia, shokët e rakis, shokët e zinas, shoqet e zinas. Muhamedi a.s. të regon një hadith që ju ka ndodhur të koha e Beni Israilve, kur ka qenë një njeri i cili kishte vrarë 99 veta, 99. Edhe një ditë i shtek kishte thënë mëre shumë kom vrarë, do më shku me botë ube. Do më pendu. Edhe shkon i thot një anit, i cili njeh si adhuruesi i Allahut i mirë, i thot çto 99 i kom vrarë, thot mi po jem lodh, jem bo pishman, po du mi ju kthy Zotit tam.
Ky Kur'anin thot 99 i ke vra dhe hala për lypesh tauba, s'ka mërë për ty tauba. A s'ka ajt, a u dha marrë dhe ty që tash. Pra 100 i bën. Masane thot, a ka dikush qeter që di me më kallzu mund këtë mesele, po e thënë shkon filan vendin, është njani. Shkon të aje dhe i thot, qështu në i kom vra 100 vet. Po du më ju këthy Zotit. A ka derë qelme për mu, për me bo të ube? Prandaj edhe në fillim thash, nuk ka dyrë të mbyllta, të gjitha janë të hapura të Allahu Teala. A ka derë qelme? Po më tha, po kush mund ty derë me Zotin tënë me ta mshele? A kush mundet? As hoxh, as haxhi, as xhamatist sun thot, Allah i sta fal ty. Se kështu ka qenë dy veta, njëri adhuruesi i mirë i Allahit, tjetri ka qenë haramxhi. Ky adhuruesi i ibadetçia pi thot haramxhis, pi thot, ty Zotin xhenem ka me çu. Valla billa ti e xhenem le. Allah i pi thot, pse po bën bebe, po Allah i ka mëshirën e madhe. Allah me dash në më fal mu. Pse ti nemën Zotit po fol? Jo unë po të kallzoj, ti je xhenem li. Allah në ditë gjykimit i ngjall të dytë e merr atë haramxhin dhe i thot, për gjunahet e pyet thot o Zot shpresoja mëshirën tënde. Dhe Allah i thot shpresa jote ka me qenë valide të unë sot dhe ti falë. Hes ti këtëne, cipërip, hes ti këtëne. Ti pse folshë në emën të rahmetit tëm? Pse bëjshë beti në emën të rahmetit tëm? Kush je ti, mi thonë njëri, që kjo është gjennem li, e që kjo është gjennet li. S'mujmë ne mi thonë kërku, që kjo është shahid, ose është gjennet li. Që kjo është gjennem li, ose është kështu, ose është ashtënë. Ne mujmë me thonë, se friksohëm që kjo pun ka mu kanë sebeb që ti mu djek gjennem. Dhe thotë Allahu Teala merne dhe qone në gjennem. Prandaj, ti nuk mush me fol në emën të rahmetit Allahu Teala. Andaj, ky hoxha i tha, ti ki dyrë të qelta. Mi po dha shko, jeton, filan vendin e burrave të mirë, largojeve të banimit keq, që ku është kjo porosia djetarve mu largu shoqënisë keq. Heku prej popullit tënë, se petë që ka ishe vrasish dhe një kastravec atje. Largoje për aty në të këqive. Dhe shko në atë vend banimi sa ata janë burrat mirë. Hijret, që kjo është urdhresa për hijret vllazër. Prej tokës jo muslimanëve në tokë të muslimanëve, jo anasjelta që shi ka ndodhë Kosovës. Prej tokës e zonave në tokë të kumonave të kishave. E pasën e fmit, edhe gjun, edhe din, edhe kretë në asimilu. Allah nuk është razi me kësi loj shpërngulje, si s'pithëm hijretësh. Hijretësh min darit kufr ila darit islam. Prej darit kufrit, vendit kufrin në vend të ezanit, në vend të islamit. Me po gjatë rrugës vllazën ky vdes. Gjatë rrugës vdes. Dhe i vin me laqet e gjehnemit dhe gjennetit, se në midis rrugës kish vdek. Subhanallah. Dhe me laqet e gjennemit thënë, ky ka bo shumë të këqia, 100 i ka vra, kjo për gjennem. Me laqet e gjennetit, e mshires, thënë, kjo për gjennet, se u ka nis me bo të ube. Dhe ka shku te ata burrat e mirë. Jo, s'ka bas një vej për të mirë, kjo se meriton gjennetin, jo e meriton se kjo është pendu dhe Allah ja fshin, jo po jo, Allah e qënë një gjykac, haditha i pejgamberit alayhis salam. Allah e qënë një gjykac me laqe, edhe thot Allah e pi urdhnon me mat vend banimet. Sa është vendi prej këtij gjenazës deri te vendi aty në të mirëve dhe sa është prej këtuhet deri te vendi këtyne që i kalon mrapa këta të këqit. Matne. Po ky ishte në midis disit. Allah subhanahu wa taala atë ditë e ndron relevin e atij vendit dhe për një pllab e lëviz tokën, e lëviz kret atë vend banim e afron për me pështu robin për xhenemit, subhanallah. Allah i kur don me të ndru, me të pështu, Allah i qënë sebepet. Dhe kur del një pllab ai vend banimi më afër, Allah i thot merrne edhe futne në xhennet. Mos jam shpresat të Allahu Teala mos. Ama tash mos kujto, hoxha ka thonë deri në 100 edhe në fund, po më falshin mu. Se ti nuk e din kur të vjen vdekje. Prandaj shpejto sot për sot me u kthy Allahut Teala. Pastaj shtoj duat që Allah më trujt dhe shto shoqnin e mirë. Shto dua që Allah me trujt për shoqnin s'keqe dhe shto shoqnin e mirë. Lexo libra, dëgjo ligjërata, ushqe shpirtin ton me sendet që Allahu Teala është i kënaqur dhe po e përfundoj se kusht për me ta pranu Allahu Teala tauben. Çka do të më bë? Në një është sinqerisht pendohu Allahu Teala. Sinqerisht.
O Zot, jemi vetëdijshëm që vërtet kam gabuar ndaj Teje, kam shkel ndalesat e tua dhe si kam kry obligimet, urdhresat e tua. Andaj sinqerisht po pendohem, ja Rab. Kusht është në një sidq, me qenë sinqeriteti. Pasane me ditë se këto që e komponu për një me o kanë send i keq. Zinaja, send i fliqt është. Më kanë send i mirë, njëri kështë e marrë me e qitë grune e vetë, e qikën e vetë, e nonën e vetë, e motrën e vetë. Qëtu ka një djali i ri, ka thonë Rasulullah s.a.s. Idhen li fi zina. Ja Rasulullah, më lejo me bo zina. Tu qenë ndërës pejgamberëm, sikur tash jam që tu në muqë unionit me thonë, hoq, a bon me shku na me shekërladis në gjatë e që majtë me bo diqka. Edhe Rasulullah s.a.s. ka shujt, thanë zarseniti, do thanë e ka një po si pëlqej. Po ka shujt, pejgamberëm me ka vazhdu fjalimin e vetë. Nësaj pyti tha, ku është ai djalë që veti për zina, për prostitucion? Ku është ai? Tha, që ku jam ja Rasulullah? Tha pejgamberëm, a ki no, a ki teze, a ki motër, a ki hall, me ti prejk dikush, a ki qef me ti prejk, tha jo ja Rasulullah. Tha kështu janë edhe ato që i prejk të janë dikujat, njonat, motrat, tezet, hallat e dikuja. Edhe që tërkush s'ka qef. Dhe Allah i kishte bo që të ndryshoj e zemra e ti, aqë shumë u friksu pas kësaj fjale. Dhe u tërpru, sa që kër e thriste dikush nga mrapa, nuk kthehej prej tutës mos pe ishe syni dhe një femen, por e ulte shiqimin dhe priste, deri sa i njëri i vinte për para, edhe e këshyrte veç atë njeri që syni më mos me pa haram. Me dit, se veprën që e kelon, rakin, alkoholin, zinan, prostitucionin, kamatën, është vepër e keqe. Kjo është prej kushteve të pranimit të ubës sinqer. Me la me në herë. Të ube, ani hoq, po bëj të ube, hoq, kismet, në Ramazan, kome nis namaz. Në Ramazan, kome një shamia. Disa femna thot, në Ramazan kome një shamia. Vjen Ramazani, vjen kyje, qetri, e zëndës hinë ato. Qaty për qatyne, kur të vendos me bë të ube, sot një qini më konë gjami. Mire ka hoxha Allah një me, du të me anis, po hajt edhe najt vjetë që është të në peshty. Jo, të ube, është sot për sot. E për një me, se din ti a ki me vdek, apo s'ki me vdek, sot apo nesër. A peshini për ditë përshojmë letra në për bandera që për vdesin. Ta kanë qenë Ramazanën e kalum këtë s'janë. A s'ka mundësi unë e nesër me qenë në bander ose Ramazanin e arshëma. A s'ka mundësi tia. Njoni për gjemat njëve poq, që shtu në është të indodhë. Njoni për vdes. Edhe ata kanë menu qështu si këti. Ajtë ka vakt. Mirë pa Allahu, as ta shpejton, as ta ndalën kur vjene kohë. Edhe me të ardhë keq për kohën që e ke kalu në gjuna, për kushteve të pendimit është. Mos mu krenu për të keqen. Ishe disa këthehen, mas i jonë këthy halal i vdohën. Qfar don zhoni më kome një vakt, pa, qa bëjshë. Pa i silë qa be qigër, i silë qa femna të me. Për s'ky që dash pak jem këthy, kom shu një mjekër, hajtëse. Una, ose për shamu ka punu me drogë, ose me alkohol, ose me sendet këqia, edhe me thonë, babi jem kone unë me një vakt. Mu tu qin kreta. Vakt. Hala me një admirim, hala me i kalzu njezve që ati kush e muneve. Për ti du të më marru kush e konë, laper. Ti du të me menu që është Allah i ma falë që ka jem konë. Edhe sa zullumin ja u kombo njerëzve, e jo me u krenu me të kalume. Dhe me u pendu sinqerisht që me u rejt, me u këthyn punën e keqe, sikur që u rejt me u gjujt në zjanë. Edhe me arti kush me të ofru cigare, edhe me të ofru alkohol, edhe me të ofru femen, edhe drogë, edhe vjedhe, se në me thonë, udhu billah. E i rveti ti. E jo, lebe vla se e kom lo, mos më lutë bese, Allah ka pak po mirën men, mos e, edhe njëherë me më lutë e marë. Ma. Sot e obe kjo. Sinqerisht je këthy, edhe me pas urrejtje ndaj asaj që je këthy. Edhe preshjeve të pranimit të tobës vlazën është që ki më konë maj misi sa para se me e folë fjallën e tobës, para se me kërku fali për Allah. E jo, jem bo pishmanu Allah, kom lanë zinan, a kështu në hala femën edhe mëri, ose telefona, ose Facebook, ose mesaj. Je bot, ke bot e obe, këputi të gjitha lidhjet. Do të më konë maj misi sa që ke qenë, do të hakim me të njëvë, valla, ka qenë hajne, ka qenë zinaqare, drogerashe, rakigjije, cigaregjije, këto edhe keqe ka pas, e që pesë këthy në gjami, ka këthy 180 shkallë,
kur të thuhet kështu për ty se vërtet i ke lënë të këqijat dhe je bë namazdi dhe je bëj mirë, atëherë e vrejmë se vërtet je pendu. Allah na i lehtësof pendimin, ja Rabbi. Allah na i fal mëkatet tona, lëshimet tona, ja Rabbi. Allahu Teala na e boft inshallah që të jemi për atyre të cilët veprojnë vepra të mira. Allah i përmirësoft 33 tona. Allahu Teala i përmirësoft edhe prind ton, o xhallar dhe prijetarët ton. Allahu Teala na i pranoft adhurimet tona në muajin e kumit Ramazanit dhe gjatë tërë vitit të cilët i bëjmë, Allah i pranoft edhe lutjet tona. Allah i shkatroft zullumçarët kudo qofshin ata ne. Allahu Teala ndihmoft muslimanëve kudo qofshin ata. Allahu Teala inshallah na bof për banorëve të xhenetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillah.